Dhe këto batuta ju kanë bërë përshtypje? Po, unë jam rritur në të parë me këto batuta, i kam jetuar në çdo moment në familjen time, edhe tani dëgjoj pjesëmarrësit e familjes që nganjëherë duke komunikuar me njëri tjetrin, komunikojnë nëpërmjet batutave të filmave dhe kjo është të bën për të qeshur. Kështu që ideja lindi shumë e natyrshme për të krijuar këtë spektakël. Gjithashtu dhe muzika, sepse muzika është ikonike për kulturën shqiptare dhe ishte çdo element ishte perfekt për të arritur për të bërë një spektakël. Dhe ja ku jemi këtu, më në fund. Dhe Dora dhe Flavia nuk gaboj apo jo, sepse keni të njëjtin mbiemër, dhe Flavia pak më parë tha të një familje artistësh. Jeni motra apo jemi kushërira? Jeni kushërira, po. Dhe thjesht një detaj vogël që Flavia ka shkuar 9 vjeçë në Itali, kurse unë dhe Riviera kemi shkuar secila 17-18 vjeç, ku kemi mbaruar gjimnazin këtu dhe kemi shkuar direkt në Itali vetëm, kurse Flavia ka shkuar që e vogël. Po, dhe jetë ku bashkuat atje, në cilin qytet jetoni? Në Verona unë, Firenze, Riviera dhe Bologna, Flavia. Bashkuat të treja qytetet të cilat kapen shumë kollaja në një trekëndë shumë interesant dhe një trekëndë është bekuar nga Zoti. Jetoni në një vend shumë të bukur, në mes të artit dhe arkitekturës së mrekullueshme, por nuk shkëputeni dot nga mrekullia e artit tuaj, artit të nënës, artit të origjinës. Është shumë e vërtet, mendoj që po na thërriste, pak ishte kohë që na thërriste diçka, ajo mungesa i malli për diçka që mbasa as nuk e kam jetuar, për diçka që jam rritur, një frym, një art që ma ka dhuruar familja, dashurin për artin dhe sidomos për artin shqiptar dhe për batutat e filmeve, ku të gjithmonë në nënën time që i përmendte çdo ditë kishte nga një batutë të tillë në shtëpinë tonë. Edhe kur po flistim për të bërë një projekt me një temë muzikë shqiptare, sepse normalisht lindi me idenë që t'ishte muzika dhe poezia shqiptare, pastaj u krijoi një metamorfozë dhe u bë pak, pastaj u kaloi tek filma dhe tham çfarë gjë më e bukur. Kjo sepse ju të dyja jeni instrumentistë dhe pa diskutim që muzika është ajo që ju ka tërhequr më tepër, apo jo? Ka patur kompozitor të mrekullueshëm Shqipëria. Atëherë, dhe jo vetëm për muzikën e filmit. Absolutisht. Ndërkohë që e kemi ndërtuar këtë spektakël, unë e kam studiuar shumë për herë të dytë, si të them, muzikën e kompozitorëve shqiptar dhe jam mrekulluar. Sepse ekziston një fakt që Shqipëria në atë periudhë, e dim shumë mirë që ishte shumë e izoluar komplet